Vajzat luftojnë çdo ditë për të arritur suksesin në çdo fushë. Ato janë të forta, të vendosura dhe punojnë për ta krijuar të ardhmen e tyre. Një buqet mund të jetë një kujtesë e fuqisë që ka një grua kur e mbështet një tjetër. Bashk ne e bëjmë botën më të bukur. Kur gratë qëndrojnë së bashku, ato janë një mrekulli që ndryshon botën. Një grua është e fortë, por shumë gra së bashku janë një fuqizim i pafund. Të qenurit grua është bekim, është burim jete. Puna, përgjegjësitë e nënës, gjithçka është e mundur për një grua, sepse ajo ka forcën të mbajë botën në duar. Gratë janë të afta të menaxhojnë shumë detyra në të njëjtën kohë dhe kurrë nuk heqin dorë nga sfidat. Forca e vërtet qëndron në mundësinë e të qëndruarit të forta, pavarësisht pengesave. Kur mund të bëjmë zërin ton të dëgjohet, është një tjetër hap drejt barazisë dhe respektit në çdo ambient. Kur gratë dhe burrat punojnë së bashku, forca e bashkimit na ndihmon të tejkalojmë çdo pengesë. Vajzat që ecin me vetbesim janë ato që bëjnë ndryshimin. Me çdo hap, me çdo mesazh, ato luftojnë për të drejtat e tyre dhe të tjerëve. Ne nuk kemi nevojë për leje për të qenë të suksesshëm. Sot të gjithë duhet të reflektojmë se si mund të mbështesim dhe fuqizojmë gratë. Të jesh grua do të thotë të jesh forcë dhe frymëzim për të ecur përpara. Për të gjithë femrat që ndërrojnë, bucojnë dhe frymëzojnë, kjo ditë është për ju. Kur jemi së bashku, mund të arrijmë gjithçka. Kur ndihmojmë njëra tjetrën, krijojmë mundësi dhe shfaqim se bashk mund të arrijmë më shumë. Në jetë kam mësuar të jem e pavarur, të vlerësoj veten time, të jap më të mirën dhe të ndihmoj të tjerët. Unë luftoj çdo ditë për këtë që jam dhe ato që dua. Kur ne buzëqeshim, reflektojmë forcën që kemi për brenda. Sot, në 8 mars, kujtojmë se çdo grua është një heroin. Çdo grua është një lider, një nën, një profesioniste, një shoqe dhe një bashkëshorte. Kemi forcën për të ndryshuar botën. Gëzuar 8 marsin. Forca e vajzave është forca e botës.